Bismillahirrahmanirrahim. Të gjithë ju e dini surën e parafundit të Kur'anit. Dhe të gjithë ju e lexoni atë çdo natë, e çdo ditë, e sidomos fëmijëve të vegjël. Suraja në të cilën Allahu i Madhëruar na fton që t'i drejtohemi atij me lutje për të na mbrojtur nga edhe nga sherri i smirëziut. Pra njeriu ziliqar, i cili e sheh një mirësi prej mirësive të Allahut tek dikush dhe i nxjihet fytyra, i mblidhet zemra, i ngushtohet fryma. Domethënë një person i cili nuk është kurr i kënaqur kur sheh se Zoti i Gjithësisë i ka dhënë dikujt, kushdo qoftë, prej të afërmve atë të largëve, një mirësi prej mirësive të tij. Imam Kurtubiu në tefsirin e këtij ajeti kuranor shpjegon se është dënuar veprimi i smirëzive për faktin se me veprimin e tyre ata sikur thonë se pse Zoti i ka dhënë filanit një mirësi prej mirësive, pra sikur i kërkojnë llogari Zotit të Gjithësisë. Zoti na ruaj nga ky devijim dhe kjo lajthitje. Mirë, po duke lexuar për problemin e madh të smirës në realitetet njerëzore, gjeta disa thënie shumë interesante. Hazreti Abdullah ibn Mesudi o thotë kështu: mos i luftoni mirësitë e Allahut të Madhëruar. Do t'i thu, mos i luftoni mirësitë e Allahut si? Dhe kështu e pyeten. Ai tha, ata të cilët kanë smirë njerëzit për mirësitë që i ka dhënë Allahu. Pra, njeriu që e sheh veten e tij të dashurit e mi, duke u ngushtuar kur mëson se dikush ka arrit një rezultat të lartë, apo ka arrit një mirësi, një bekim prej bekimeve të Allahut, le t'i bie mrapa zemrës së tij, le të kërkoj falje, le të bëjnë tobe, le t'i lutet Allahut Azza wa Jall me ja pastru zemrën e tij nga smira, sepse smira, sikur se thotë Imam Ibn Hibani, është një sëmundje pa shërim. Do të thotë, kur e shohim veten tonë, Zoti na ruaj, se po rrëshasim drejt ngushtimit të zemrës, sa herë që shohim një të mirë, një arritje tek dikush prej të afërmve tan, prej shokëve tan, prej kolegëve tan, prej dashamirëve tan, nëse na ndodh një gjë e tillë, menjëherë më u drejtu Allahut Azza wa Jall me lutje, me kërkim falje, me sadaka, që më na shpëtu nga kjo sëmundje e rrezikshme. Hazreti Muawiya ibn Abi Sufjan, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka një fjalë të madhe. Ai na tërheq mendjen dhe na thotë, nuk ka më të keqe dhe më të mrapsht në krejt veset e liga se sa hasedi, pra smira, sepse ai e vret smirëziun fillimisht përpara se t'i mrri e keqja e tij personit të cilit i drejtohet me smirën e tij. Subhanallah. Pra një person që ka haset të tjerët, pra ka smirë për të tjerët, subhanallah, nuk gëzon, nuk i qesh fytyra, është përherë në pikëllim, në hall të madh, i shqetësuar. La ilaha illallah. Pra i mjafton dëshkim edhe poshtnim smirëziut se nuk gëzohet kur. La ilaha illallah. Prandaj të dashur të shtrajt, vetëm mendo se të mirat që kemi, sprovat e jetës që kemi, kredi kemi nga Zoti i Gjithësisë. Dikujt i jep, dikujt nuk i jep, dikë e sprovon me pasuri, dikë e sprovon me varfëni. Në fund të fundit, të dy janë të sprovuar. Atëherë pse njëri me pas mirë tjetrin? Ai ka më shumë se sa unë, e Allahu ja begatoft. Ai ka më pak se sa unë, e Allahu ja shtoft. Ai kishte vesh një rrobë të re, e gëzoft. Ai kishte arrit një rezultat shumë të lartë, i lumi ai, edhe inshallah ja shohim hajrin të gjithë ne. Mirë, po nuk kam arrit atë grad. Allahu ja lehtësoft atij, edhe ma lehtësoft mua, ma mund të soft mua, edhe pa e rrit atë grad, që u bë, domethënë. Pse duhet që njeriu me deviju nga natyrshmëria në cilën e ka kriju Zoti i Gjithësisë. E njeriu me ken i paqt, njeriu me ken zemër mirë, me ken zemër gjan, me e pranu të mirën e Allahut Azza wa Jall dhe me e pas ata në bota. Jo, po dikush ka më shumë se sa unë, shumë mirë që ka. Nuk është problemi im. Nuk është çështja ime ajo, sepse ai që më ka dhënë mua, i jep edhe atij dhe të gjithëve pa përjashtim. Në momentin që ti thu, po pse ai ka më shumë? Është sikur ti thur Zotit, po pse atij dhe edhe më nuk më dhe? La haula wala quwwata illa billah. Besimtari nuk është në këto ujëra të dashurit e mi. Përfund, ka një fjalë shumë të madhe të Imam Samarkandit në veprën e tij të njoftun, Tanbihul Ghafilin, domethënë tërheqjeve mendjet për të hutuarit. Ai thotë se
smirëziut i mbërrin ose e kaplojnë 5 ndëshkime. Allah, 5 ndëshkime. I pari është në pikëllim të vazhdueshëm. Ju thash, nuk i qesh fytyra kur, nuk gëzohet kur. E dyta, veprimi që ai bën, pra smira, është një fatkeqësi për të cilën nuk shpërblehet, sepse ka fatkeqësi të ndryshme që na kaplojnë dhe po durojmë, shpërblehemi tek Allahu Azza wa Jall. Ndërsa smira është fatkeqësi shumë e madhe për të cilën njeriu nuk shpërblehet. E treta është veprim i dënueshëm që nuk lavdërohet. Domethënë kur ti sheh dikën që të ka smir, nuk i thu faleminderit, ose nuk i thu o sa mirë bane, ose nuk i thu jo, smira nuk vlerësohet. Është një akt i dënueshëm. E katërta, mbrin zemrimin e Zotit. Domethënë Allahu Azza wa Jall nuk është razi për një person i cili e ka zemrën e ngushtë për vëllezërit e tij, për motrat e tij, për njerëzit marr. Dhe e pesta, smirëziu me smirën e tij ja mbyll derën e mbarësisë në jetë vetvetes. Do thotë se nuk ka marrësi në jetën e tij. Nuk ka bekim në jetën e tij. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, hapni zemrat. Gëzonu me gëzimin e tjerëve. Mos lejoni që shejtani t'ju kaploj zemrat, t'ju angushtoj ato. Sa herë që shihni se dikush ka mirë, ka gëzim, është i lumtur, ka arritur një gradë të lartë. Allahu me begatoja. Allahu me begatoja. Allahu me begatoja. Dhe jepi mirësi pa fund gjithë secilit dhe na i pastro zemrat tona nga urrëtia, nga smira, nga dashakeqësia, nga përçarja, nga hijet e devijimit dhe shturjes, nga hijet e shirkut, nga hijet e mosbesimit. Allahumma na i ban zemrat tona si zemra pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe na ringjall me zotnin e tij. Allahu ju dashur dhe begatoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.